Mirëmbrëma Xhiro me Syçin. Sonte i ftuari jon do të jetë Engeleta Libeje. Është kënaqësi dhe na vjen mirë kur vjen Engeleta Libeje, se ndryshe nga e gjithë kjo kënet politike, mediatike që kemi sot në Shqipëri, mundohet t'japi një diçka ndryshe ose një gjë që të paktën të krijohet një diçka e re, sepse tashmë është e dukshme që kjo kënet politike, mediatike vetëm sillet në një rreth vicioz dhe më duket është edhe si strategji që për të mbajtur këtë gjendje. Po sa mund shkojmë me këtë gjendje dhe çfarë do të ndodhi, do të diskutojmë më gjatë me zotin Engeleta Libeje. Nisë ka ardhur. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Kënaqësi të jem. Engelet, ju keni qenë pjesë e kësaj politike, ose siç që themi sot, këneta politike, edhe mediatike njëkohësisht, të dyja konvergojnë shumë bukur me njëra tjetrën për të mbajtur këtë gjendje. Si e pat shtyrjen e Këshillit Mandateve për çështjen Balluku dhe dërgimin Komisionin e Venecias, jeni dhe jurist dhe mund ta shpjegoni në mënyrë shumë më të saktë se gjithë opinionistët që mlidhen tallavan e darkës, kur Komisioni i Venecias në ndjeninë time nuk është një organ që duhet zbatosh këshillat e tij, po është këshillues. Më duhet të bëj një sqarim. Deri tani në ndjeninë time nuk është dërguar në Komisionin e Venecias. No. Është përfolur mediatikisht në fakt. Kam konstatuar dhe unë që do të dërgohej në Komisionin e Venecias, por nuk më rezulton e tillë sepse s'është marrë ndonjë vendim. Fakti është që Këshilli i Mandateve në Parlament nuk u mblodh për të disatën herë. Më duhet të them këtë gjë që është e qartë me sa duket që nga ana e mazhorancës nuk do duan të përballen në sallën e parlamentit me këtë temë, me këtë çështje. Arsyet mund të jenë të ndryshme. S'ti them dot për momentin. Li të them faktin që kryeministri, sikur më parë, me thënë të drejtën, nga një problemi me impakt publik, është një problem me impakt publik, tashmë bëhet fjalë për zëvendës kryeministre, bëhet fjalë për çështje penale të mëdha, bëhet fjalë për kërkesë për heqje imuniteti, rrallë ndodhin në kuvendin dhe në politikën shqiptare, ka gjetur një lloj pozicioni për t'u shmangur. Me sa kam parë unë gjithmonë, Edi Rama nuk është shmangur çështjeve të tilla. Dikur i ka paraprir. Pra, në një farë mënyrë ka arritur të marrë masa që për problemi që mund të ndodhte, një procedim penal për një ministër, për një deputete me radhë, merrte masa o e largonte dhe si thua në një farë mënyrë ruante distancën higjienike me përplasjen me drejtsinë. Qoftë edhe për faktin sepse ka kalëruar si çështje që drejtësia është një produkt i Partisë Socialiste, i tij madje. Ka ndodhur kjo në vazhdimsi. Madje deri në rastin e Erion Veliajt. Në këtë situatë ka ndryshuar kurs. Dhe kjo është më e qartë, shihet në parlament, një kërkesë e bërë nga ana e SPAK-ut për dhënien e autorizimit për procedim për marrjen e një mase, arrest në burg, arrest shtëpi, është çështje e SPAK-ut, nuk po do ta shtrojë në parlament. A ka një problem apo ka një histori në kuptimin e të mos lëshimit, siç përdoret në fjalët e varfra shqiptare me zonjën Balluku? A ka një problem me numrat në parlament, pavarësisht se ka 83 mandate? Apo jo? Kjo është një çështje që unë nuk di ta them për momentin, por di të them qartësisht që është vendosur në një kurs përplasje me drejtsinë, me SPAK-un. Okej. Dhe kjo është një ndryshim cilësor në sjelljen e tij dhe të mazhorancës me këtë histori suksesi e trumbetuar prej tij, por jo vetëm prej tij. Ndaj kjo është një zhvillim vërtet i rëndësishëm. Se si do të vazhdoj, nuk di të ta them për momentin, por situata është goxha e majisur. Por në anën tjetër, SPAK-u mos po bëhet një deux mashina që
forca e SPAK-ut, fakti që, se ju jeni edhe kompetent për këtë punë, jeni jurist, fakti që sot në burgje kemi më shumë njerëz të padënuar se të dënuar, njerëz domethënë në arrest dhe në tim, dhe tjetra është që a kemi një përplasje, domethënë SPAK-u a mund të marrë fuqinë siç veproi që të shkarkoj, të pezulloj një zvëndës kryeministre dhe të krijoj një precedent shumë të keq që e rrëzoi gjykata kushtetuese dhe në opinionin tim unë kam qenë dakord që padyshim duhet të luftu korrupsioni, padyshim duhet bëhet time për cilin do qoftë, po edhe në anën tjetër që SPAK-u a kemi këtu atë që ne pretendojmë që drejtësia, mendimin tim, nuk mund të bëhet me aksione. Drejtësia o vendoset drejtësia dhe këtë e bëjnë institucionet e pavarura dhe ajo baraspesha për të marrë balancat e institucioneve. Në këtë rast SPAK-u mos po kalon kufit e vet. Secili ka opinionin e vet, unë duhet ta them që në fillim i lirë që mund të mos jem shumë objektiv për shkak edhe të backgroundit tim në të shkuarën që unë vit, po themi nga sistemi i drejtësisë, dikur. Dhe sigur jam i prirur ta shoh edhe me një lloj dashamirësie. Tu po e them që në fillim për të parapris çfarë do lloj paragjykimi në atë se çfarë do të them. Siç e shoh unë. E do të mundohem të jem sa më objektiv. Dhe premisa e parë është kjo. Me sa duket në Shqipëri, mekanizmat politik të dialektikës politike, të ndryshimit të situatës politike, të kënetës e thatë juve, nuk funksionojnë. Zgjedhjet nuk bëhen të rregullta. Raporti forcave politike, mazhorancë, opozitë është me diferencë abisale, absolute. Çdo gjë që mund të ndodhë kësaj mazhorance, gjë më e madhe që mund të ndodhë kësaj mazhorance, përsëri nuk i jep mundësi kësaj opozite të mund të bëj rotacionin. Media, siç dhe juve e thatë, duket që është më shumë e tërhequr prej mazhorancës dhe shumë faktorë të tjerë që një demokraci e bëjnë funksionale. Se prej mazhorancës, edhe opozita ka vënd media, biles opozita zë më shumë vënd media. Këtu, atëherë, do të dalë të këj konkluzioni, jo e paraprit, sepse unë këtë opinion tuajnë kam, me thënë drejtën, po bëj një përshkrim shumë, kështu, fare si përfaqësor. Pra nuk funksionon, në sytë e mi nuk funksionon demokracia klasike, midis të kundërtave. Dhe pyetja është pse? A është vetëm faj i mazhorancës, i pushtetit, i cili për nga natyra e vet, edhe në një shoqëri jo shumë të kultivuar, ka tendencën që të përsidh sa më tepër pushtetin. Në fakt, pjesë e kësaj situate është, dhe këtu do dalë, është dhe opozita. Ta bëj të qartë, kjo opozit që kemi, në fakt, për të qenë dhe korrekt, ajo pjesë më e madhe e opozitës parlamentare, që është Partia Demokratike, sot që flasim në sytë e mi, është një opozit e kapur, një opozit e korruptuar politikisht prej pushtetit, e dorëzuar. Nuk ka më aspirat për pushtetin. E bëjnë fare të qartë. Atëherë, kjo retorik që i bën do të kërkojmë rrëzimin e Ramës, protestat, revolucione, e ka rrëzu fakt për 1034 herë. Okay. Do presim për 1035, 1036 e me radhë. Thjesht dhe vetëm, ata janë bërë një aneks i këtij sistemi që nuk funksionon, ka një kontribut në favor të këtij sistemi të mbytur apo të asfiksuar, apo kënet. Përsa duket nuk po lën asnjë nga filizat e reja politike të ngren krye. E pra, unë e shoh në këtë situatë. Filizat e reja, pse nuk imponohen? Okay. Sepse fundi e fundit kush do nuk e dorëzo pushtetin. Po, sigurisht, absolutisht po. Sigurisht, për shembull kapim Adriatic Lapaj, ka një muaj që rrin aty
Kalojnë mira njerëz, tashin Mjes Kalova ishte vetëm një person aty, e kanë bërë si dëzhurn. Rri 2 orë njëri, 2 orë tjetri dhe thotë po bëj protestë. E vërtet. Po pse nuk ka reagim? E vërtet është, sepse unë them që derisa këto filizat e reja, Lapajshe, apo dhe të tjerë që mund të dalin nesër, unë besoj që të dalin të tjerë nesër, sigurisht është një proces derisa të krijohen. Një proces që nuk ndodh në një moment, nuk ndodh me një proces zgjedhor vetëm, me një episod zgjedhor, do duhet të ndodhin disa. Po duke pas staturën e këtyre dhe backgroundin e tyre, a mendon se këto do të krijojnë, do të rriten në këtë proces? Atëherë, me gjithë dashamirësinë time për ta, them që deri sot ka një lloj zhgënjimi. Nuk duhet ta them në mënyrë të hapur, tash me gjithë dashamirësinë time. Prandaj ta bëna pyetje. Ka marrë vetëm dy çështje për të mos kaluar në argumentin, 2 çështje të thjeshta. Lindën si silueta politike antisistem, kundër Ramës, kundër Berishës. Në 11 maj, 150.000, jo vetëm këta, po votuan kundër këtij sistemi. Dhe ky është besimi më i madh që këto figura që arritën të ishin në parlament, do duhet të ruani në mënyrë konsistente. 2 episode. Njëri në nëntorin e vitit kaluar, tjetri tani, që po ndodh këto momente. Në nëntorin e vitit kaluar, kur ishte çështja e zgjedhjeve në Tiranë, vura re e konstatova që si zoti Shehaj, si zoti Lapaj, patën një tendencë për t'ju bashkuar Sali Berishës. Gjasën me një aleancë, me një koalicion, me një kandidat të pavarur që vinte nga shoqëria civile, që nuk ishte asgjë më shumë, asgjë më pak, por në syt e njerëzve, edhe ato atyre që i votuan, këta nuk bën gjë tjetër veç se në një farë mënyre tradhtuan atë se çfarë ishte qëndrimi i tyre në 11 maj dhe u futën në vathën e Salit Berishës. Dhe kjo ishte e para. Këto ditë po shoh historinë e një forumi për dialog politik të disa figurave, të cilët po kërkojnë që të bëjnë një lloj bashkimi të Sali Berishës, PD-s, me partitë të tjera opozitare, parlamentare, dhe nuk kam parë të paktën deri tani, mund të jemi gabuar, ndonjë qëndrim të prerë, të sakt të zotit Lapaj apo zotit Shehaj që ta refuzoj këtë lloj bashkimi, sepse është bashkim i pamoralshëm. Këto histori të bashkimeve artificiale në Partinë Demokratike të Sali Berishës në këto 2 vite kanë ndodhur radhë. Si mundet që këto njerëz largohen nga qendra Berisha? Po, dhe pastaj të rikthehen prapë aty. Kjo është pa logjik. Domethënë çfarë presi të re, përkundrazi, sa më shumë kohë kalon më keq degradon. Pikërisht, është gjendja e Berishës dhe partisë së tij. Dhe pa moral. Domethënë, moralin harroje se këtu moral nuk kemi, po edhe në aspektin e pragmatizmit politik. Pikërisht pra. Prandaj po them që të mos dal nga pyetja e parë fillestare, që shoh që edhe këto figura të reja, sigurisht mund të zhgënjem unë nesër, ndoshta mund të, kur të vinë zgjedhjet, çfarë lloj zgjedhje, qoftë ato lokale apo edhe të përgjithshme, ndoshta sjellja e këtyre mund të votohet nga njerëzit, po deri tani me një mesatare racionale nuk më duket se po bëjnë diferencën. E pra, ky është një proces. Pra dalim në atë që thash konkluzionin e mparshëm, se duhet dalim ke sistemi i drejtësisë. Duket që sistemi është i asfiksuar, është i mbytur pa shenjete, është natyrë e vdekur. Në këtë pikë çfarë ndodh? Si do duhet ndryshuar, nëse duhet ndryshuar situata në një vend? Dhe unë besoj që duhet ndryshuar situata në Shqipëri. Gjendet një mjet deus ex machina. Që është sistemi i drejtësisë. Unë duhet ta them hapur. Qëllimi që kur krijuar reforma e drejtësisë, sidomos SPAK-u, kur u dha kompetenca që do gjykosh, do hetosh vetëm pjesën më të lartë elitare politike të pushtetit, qëllimi ishte fare i qartë. Instrument, pra të shndrojë në një instrument për të bërë ndryshime politike. Unë këtë e them, nuk kam asnjë lloj skrupulli për ta pranuar që kështu është. Nuk jam nga ata të cilët themi që drejtësia nuk futet në çështjet e politikës, më futet në filozofi politike. Po.
këto eksperienca nuk kanë dhënë rezultat pozitiv për ndërtimin e një shteti të drejtës dhe demokracisë. Ja plotësisht dakord me këtë. Nuk normalisht duhet një zhvillim organik dhe kështu ka qenë edhe në historinë botërore. Në demokracitë më të larta duke filluar që nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Plotësisht dakord jam me këtë, por se nga pikat e vdekjes mekanizmin politik, sipas opinionit tim, e ka nxjerrë drejtësia. Çfarë vjen më pas? Sigurisht nuk është më punë as e drejtësisë, do duhet që publiku, po dhe struktura ligjore të mund të ndryshojë, të ketë ndryshime të sistemit zgjedhor, të ketë ndryshime të sistemit të ndarjes dhe balancimit të pushteteve. Në Shqipëri, për shembull, po them, çfarë është e nevojshme sot, në mënyrë që të ketë edhe që mekanizmi politik dhe elektoral të funksionojë, do të ketë sa ndryshime, qoftë në kushtetut, të mos jetë më ajo e 2008-s, që mban bipolarizmin. Sistemi zgjedhor të hapet. Dhe këtë Berisha e propozoi. Bashkë me Ramën. Të dy ka qenë historikisht. E pra, nëse ndodhin këto, dhe këto do doja që sistemi drejtësisë të arrinte sot, që elementet të cilët kanë përthithur pushtet pa fund dhe në një aleancë të heshtur me njëri tjetrin, është e dukshme tashmë, ky sistem do duhet qarë. Biles thuhet tashmë rëndom në për media, në për dhomat pas emisioneve që shkelzem Berisha o pasuru më shumë këtë kohë se në kohën kur ishte jati pushtet. Me sa duket po. Sepse përveç kësaj aleance politike, e sigur dhe që e bëjnë për shkak të ca arsyeve të tjera ekonomike. Dhe nuk është fare pa njohur, jo vetëm në Tiranë, po kudo tjetër, që investime, interesat të pushtetit, drejt enturazhit të kësaj pjesë të opozitës, bëjnë rëndom. Unë prandaj them që ky mbase nuk është një mjet ortodoks, që drejtësia të mund të futet në ambientin politik, por është vetëm mënyrë, duke kryer ajo punë e vetë, procedim penal, hetime, heqje imuniteti, gjykime e me radhë, të nxjerrë këtë sistemin politik nga degradimi, e pra, që ta mbyll. Jo se solli diçka shumë interesante. Pyetja që juve më thatë, a është duke tepruar spaku në opinionin tim, ju thash, jam dashamirës me drejtësinë, edhe për shkak të së shkuarësim. Jo, nuk është, deri tani ka kaluar kaq kohë, bën ja 2 vite ca që vazhdojnë të hetojnë majtas dhe djathtas, nuk më rezulton që të jenë selektiv. Do të ishte problem që nëse do të ishte selektiv dhe do të ngrinte çështje të montuara politikisht. Këtu do të ishte i rrezikshëm një sistem drejtësie. Deri tani, me aq sa shumë kam të dhëna, nuk më rezulton që të jenë çështje politikisht të montuara. Tash prap dolem një pyetje tjetër. Ju keni qenë vetë njëri i drejtësisë, edhe e njihni më mirë se shumë njerëz, paktën nga ato që flasin çdo natë nëpër tallavate darkës dhe nuk e di pse morin kompetent, po njerëz që flasin për sportin, flasin edhe për shprehjes. Tash problemi është që ka disa dhëna dhe indicie që shumë procese nga këto, që edhe mund të jenë fajtor, edhe duhet gjykohen, po për shkak shkeljeve të procedurave nesër mund pezullohen në Strasburg. Dhe ka ndodhur kjo në Romani që janë pezulluar 28 vjet kanë dalë pafajshëm. Domethënë, në këtë nxitim them spaku dhe organet e drejtësisë, a nuk do të ishte më mirë të merrshin më me qetësi, pra ne them që aksionet gjithmonë bëjnë gabime. Dhe nesër pas nesër, qoftë ato do të pezullohen për shkelje procedurës, siç është rasti i Vedia që po flitet, siç është rast tjetër. Ju, si njeri i drejtësisë, po të ishit sot në krye të spakut, a do të nxitonit për t'i fut në burg, apo do të vazhdonit e time? Ky nxitimi për t'i fut në burg, ndoshta po prish vetë procesin. Okej, domethënë është një arsyetim i kujdesshëm ky që bëni juve.
nuk është e rëndësishme vetëm që ti të fillosh hetimet, dhe të marrësh këto masat paraprake, siç janë masat e arrestit, sepse janë paraprake, por duhet të synosh që në finale, që është gjykimi dhe eventualisht dënimi, se prokuroria atë ka për synim, të jetë i suksesshëm. Jam plotësisht dakord me këtë. Po deri tani të flasim me fakte. Rasti i parë që në fakt duhet ishte përplasur në Strasburg dhe duhet kishte dhënë një efekt, do të ishte rasti i Sali Berishës. Sepse çështja e parë filluar këtu e 3 vjet. Në fakt në ndjenin tim, sa mediat kanë thënë, ka depozituar kërkesa në Strasburg dhe përgjigjet nuk kanë dhënë deri tani, ose të paktën nuk kanë qenë kundër Spakut. Thënë kjo, sigurisht mund të ndodhë në të ardhmen që Strasburgu të gjejë jo të përshtatshme ndonjë mas sigurimi, ndonjë zgjatje të afateve të parabugimit e me radhë. Në fakt, unë mund të them gjë tjetër, se unë shoh që edhe sistemi brenda, gjykata e apelit, gjykata e lartë, apo gjykata kushtetuese, kanë zmusuar, kanë reduktuar disa prej akteve dhe veprimtarisë së Spakut. Çështjen në faktën të përdorimit të celularëve, të metodës se si do duhet të sekuestrohen, të mënyrës së përdorimit e me radhë. Pra, dua të them këtë gjë, edhe sistemi i brendshëm sot, ndoshta pak me droje, por është duke dhënë shenja që është funksional. Lirë, të themi gjë, një njeri, unë si ish njeri i drejtësisë, juve si njeri i medias, njeri publik, apo kush do tjetër, sigurisht duhet ta ketë këtë arsyetimin e kujdesshëm për liritë dhe të drejtat themelore të individit, për shkak se jemi një shoqëri që në të shkuarën kemi vuajtur. Pikërisht kjo brutalitetin e sistemit të drejtësisë, arbitraritetin, përdorimin si instrument politik e me radhë, por unë mund të them gjë tjetër që për sa kohë sot ka një sistem të brendshëm kontrolli. Pasuruar ky edhe me sistemin e jashtëm, siç është gjykata e Strasburgut, duhet ta pranojmë që është ndodhi që nesër pas nesër e Strasburgu të mund të jap ca vendime që të korrigjojnë drejtsinë e brendshme. Tek e fundit kjo është drejtësia. Ky është proces. Ndaj, e them edhe një herë, midis vendosjes së Spakut në një situatë dekurajimi për shkak të seriozitetit të veprimtarisë, pra prerjes së hovit, po e quaj, s'po them të agresivitetit, prerjes së hovit, dhe nga ana tjetër të pranojmë që po ne na duhet një drejtësi që të funksionojë, sepse kemi thënë drejtësia e munguar, kaq kohësh, prej 30 vitesh, 35 vitesh. Një drejtësi që s'ka guxuar. Për themelimit të shtetit shqiptar. Qatëherë madje. Tashmë sot që po duket që është një instrument që përflitet të paktën publikisht, ka dhe një mbështetje, të paktën nga ato që janë sondazhet, aq sa sondazhe bëhen në Shqipëri, unë nuk jam me qëndrimin që do duhet ta kryqëzojmë Spakun, për sa kohë që kemi ca siguresa më vonë, më pas, kemi gjykatat, kemi dhe Strasburgu, pse jo? Ta pranojmë këtë. Pra ka një zgjidhje. Situata tjetër, kur të themi Spakut, kujdes, jo gjithmonë me kërkesa arresti, të mos bësh hetime agresive e me radhë, do ishim thjesht pa drejtësi dhe nuk do të kishim një zgjidhje tjetër. Jo, në parim jam dakord plotësisht jo, se ky vend ka vujt nga mungesa e padrejtësisë dhe mungesa e mos ndëshkueshmërisë. Pikërisht. Kjo domethënë edhe jo 35 vjet, po siç thash, kjo për krijimin e shtetit shqiptar. Pikërisht, eksakt. Sepse edhe komunizmi nuk kemi pas shtet drejtës. Ka marrë tjetër, ka fut në burg, dhe këto reminiscenca tash ju thatë një gjë dhe me të drejtë. Spaku ishte orientimi për të godit majat, për të bërë ndryshim politik. Ta themi hapur që kjo është. Dakord. Pa doreza. Dakord, po tash ti, në qoftë se të godisë majat dhe do të rrëzojmë këtë pushtet që është sot. Që do dalë dhe ke një pyetje tjetër si të rrëzohet. Atëherë,
kush do të jetë alternativa që do të vi? Filizat e reja që thoni ju nuk kanë peshë, nuk kanë fuqi, nuk dalin. Atëherë do të kthehemi prapë në një cikël të mbyllur që do të vi sepse ka një gjë. Njerëzit janë pasuruar që nga 92 që këto është abuzuar me pushtetin, me korrupsionin e me këta. Dhe është fare qartë që shifi kërkoi pasuri biles. Unë kam dalë dhe me teori. Unë nuk i fus në burg fare, i mor pasuritë ja kthej buxhetit shtetit. Ajo do ishte maja dhe kulmi i efikasitetit drejtësisë. Jam dhe unë dakord me këtë. Merri pasuritë gjitha futja buxhetit shtetit. Ato që kanë marrë leni ato dhe deri të rrinë si qytetarë Se thjesht. kështu i heq motivin. Kujdo që edhe nesër pas nesër të po. Tash se kur të marrësh pasurinë, tash është kriju një mendim që njerëzit po thonë të gjithë tash ore po vjedh dhomë dhe pranë vazhdon bëj 2-3 vjet burg e dalin me miliona. Po në madhe. Plotësisht dakord. Kjo është. Pra, ne duhet të ikim atë se ne e kemi. Plotësisht dakord. Si popull ne e kemi atë kulturën që kur punojmë shtet e shohim si lop shtetin që ta mbjellim. Pra, është dhe çështje kulture. Tash problemi është që un kam një rrezik sepse nëse rrezoj këtë maj sot do të bi tjetrën që ka qenë pjesë e këtij sistemi dhe e kësaj kënete. Këtu e kam sepse kanë fuqi financiare, siç të thash. E vërtet. Kanë fuqi financiare të madhe dhe fuqia financiare kompromenton edhe në zgjedhje. Ne e pam që bën Kosovë, tash që e kishim model Kosovën, na u kthyi dhe Kosova, model si neve. Pra, e gjitha kjo them, pra ne duhet një proces i kujdesshëm që më mirë të bëhet tamam se sa me aksione dhe të vim prap. Të kthehemi prap. Jam plotësisht dakord. Këto janë thjesht janë thjesht mendime që për mos të kthyej prap aty ku këto janë ndjeshmëri që dhe unë i ndjej, i dhe në publik dhe në ambientin mediatik dhe në ambientin politik. Ta bëj fare të thjesht. Pra, ideja duket sikur është që duke goditur vetëm pjesën e pushtetit, mos ndoshta vjen Berisha prap pushtet. Po. Jemi qartë. Po, në mos Berisha klani Berisha. Po s'ka rëndësi. Po. Pra jo individi, pra modeli, flasim për modelin. Për modelin. Në fakt i cili është i njëjti. Për mua si modeli i Ramës edhe modeli i Berishës janë i njëjti. Në kuptimin e menaxhimit të partive respektive, kur vinë në pushtet, si menaxhojnë pushtetin e me radhë. E ndaj paksa edhe me ty këtë lloj ndjeshmërie. Ajo se çfarë unë do doja dhe pres në fakt nga Spaku nuk është thjesht dhe vetëm goditja episodike e disa personazheve, Berisha, Meta, Balluku, Veliaj e me radhë. Synimi, besoj unë që do duhet ta kenë dhe ata dhe e kanë shprehur, është që lëvizja e tyre të jetë e strukturuar ndaj pikërisht atë që thash modelit të qeverisjes. Kjo është dëshira, kjo është nevoja. Tani po të bëj një analizë dhe shpeshherë bëj edhe me veten, një analizë të ftohtë për ai sa ç'mund të jetë se çfarë ka bërë deri tani. Ka proceduar nga ana e opozitës. Ka proceduar nga ana e pushtetit, ka proceduar në pushtet qendror, ka proceduar në pushtet lokal. Pra mua më duket që lëvizja proceduese e Spakut është e strukturuar. Dhe sipas opinionit tim, nuk ka asnjë lloj mundësie që të ndodh një lloj rokade e vogël që tikër ky pushtet dhe të vi kjo lloj opozite tashmë prej kontributit të Spakut. Pse e them këtë? E them sepse analizoj cilat janë qëndrimet e opozitës. E ke vënë që nuk i gëzohen fare faktit të goditjeve që Spaku bën këtej nga pushteti? I ka bërë shumë më tepër nga pushteti. Ka bërë më tepër, dhe në aspektin sasior. Edhe në aspektin e izolimit në burg, sepse këto opozitës tonë jemi dënuar në burg pas njësë në burg. Këte nga pushteti janë një pjesë e madhe në burg. O të dënuar, ose në arrest në burg, ose në pritje të arrestit në burg. Ose nga opozita nuk ka në një. Deri tani, statistikat e thonë fare qartë. Por, shifni këtë,
nuk ka një gëzim. Këtu po mos ka një segment SPAK-ut që do të bëj këtë lojë që... Jo, nuk e besoj. Nuk kam informacion, por analizoj këtë pjesën e pse nuk ka një ka goditje këtej që janë çështje shumë të rënda. Unë besoj që janë çështje kemi Gërdec, kemi 21 janar. Besoj që janë çështje që janë në hetime sipër. Duhet pranojmë një gjë që janë çështje të cilat kanë ndodhur këtu e 15, 12 deri 15 vite më parë. Elementi kohë. Tani të themi atë që është e vështirëson edhe në rastin e 21 janarit. Po doni ju, edhe në rastin e Gërdecit, e me radhë. Megjithatë, fakti është që janë procese nën hetim. Ndoshta masat e sigurimit nuk janë të barabarta, të njëjta me ato që po ndodhin aktualisht për pjesën qeveritare, por fakti është që ato janë nën hetim. Por do të them këtë gjë, ma le ta them deri në fund sepse është sipas meje shumë interesante. Nuk ka një gëzim, nuk ka një hare në kampin e opozitës për sukseset e SPAK-ut. Madje, e ke vënë se çfarë thon kohët e fundit? Nuk do ndryshoj sistemi politik prej amerikanëve, europianëve apo prej SPAK-ut. Do ta bëjmë ne. Me fjalë tjera, ata e shprehin fare qartë që nuk kanë as pak besim dhe nuk japin mbështetje kësaj drejtësie. Pse? Se kuptojnë një gjë, sipas meje. Kjo drejtësie re SPAK, gjykata e me radhë, që është duke goditur, realisht duke goditur, në mënyrë të strukturuar sipas meje, nga ana e pushtetit, nuk fal këta nga ana e opozitës. Dhe finale, ajo se çfarë unë mendoj, është që kjo kast politike, 35 vjeçare, fundi do ta kenë të njëjtë në të njëjtën kohë. Do të kollapsoj komplet. Do të kolapsoj në të njëjtën kohë dhe kjo për mua është shërbimi më i madh që SPAK-u mund të bëjë dhe mund ta bëjë në një kohë. Sa të përgatitur jemi ne si shoqëri, këtu po bëjmë. Okej, e kuptoj. Edhe kjo është një se na ra komunizmi dhe treguam që ishin pa përgatitur. Tash mund të kollapsojë edhe ky sistem dhe mos na dalin në përbindës tjetër prapë. Dhe ekziston mundësia kur është vakum. Midis, e kuptoj, edhe kjo ka një mundësi të ndodhë, por ama, midis një situate aktuale, ku thash gjë ka ngrirë, Rama në pushtet, gjithmonë më i fort, Berisha në opozit, gjithmonë më i fort, duke asgjësuar dhe si shtam dhe këto filizat e reja, madje me njëri tjetrin janë në një aleancë të qartë politike, institucionale dhe financiare, duan të ruajnë status quo. Midis kësaj situate ku nuk ndodh asgjë, me një situatë tjetër ku këta nuk janë, një situatë tjetër ku mund të jetë dhe rreziku që një lloj vakumi të mos jemi në gjendje të parashikojmë se çdo të ndodh, unë preferoj të dytën me thënë të drejtën. Okay. Sepse do të thosh edhe gjën tjetër, shoqëria shqiptare sado refraktare, po do të kapitalizojë të gjitha edhe këtë të shkuar. Pra do të ketë një mundësi të reflektoj. E pra, në këtë pikë, qartësisht, dua ta besoj. Dua ta besoj edhe këtë. Sepse kur flasim për korrupsionin, që të jemi të sinqertë, si korrupsioni është hap në gjithë metastazat e shoqërisë. Sigurisht. Pra është kjo kulturë që ne vazhdojmë në këtë gjendje. Dakord jam, po unë dua të besoj ende lirë që kjo shoqëri nuk është fare dorëzuar. Po humbëm dhe shpresën pastaj. E pra. Faktën, kësaj pjese ne do duhet ja bëjmë shërbimin, pra të japim mundësi dhe një shans kësaj shoqërie që të mund të rindërtojë, sigurisht nga zero, po të rindërtojë edhe një herë sistemin demokratik. Po. Shkurtimisht, pse jep hapësirë një gjëje që tashmë siç e shpjegoj ti diet, kjo opozit nuk mund të bëjë ndryshim, nuk mund të vinë pushtet, vazhdon atë retorik për arsyet e veta, por pse duhet çdo të hënë që ka opozita, ku mblidhen vetëm 300 vet, paralizohet e gjithë media, hipet live për 3-4 orë, sikur t'ishe pushtu Groenlanda dhe është lajmi që zapton botën. A kjo mënyrë a i jep frymarrje Berishës dhe bën dhe atë që tjetë ky i vetmi subjekt që nesër do të marri pushtetin dhe kështu zhbën edhe në i shpresë që mund tjetë
në njerëz veçantë apo në parti se di atë them, po do në një grupim ose një shpresë që të lindi diçka e re. Po, besoj është e qartë. Konstatimi juaj është më se i saktë. Pra, çdo të hënë, thoni ju, mblidhen një grush njerëzish, ku thuhen të njëjta gjëra. Se harrova të them broken reportën. Banale. Jo, është i njëjti shirit. Pas një lloj Prej 13 vjet, ka boj gjona që pra as nuk përkujdesen se ore çfarë rezonancë ka në publik. Shpeshherë shpëtojnë edhe buzëqeshje nga ato se çfarë thuhen tek ato foltoret e famshme. Po, lere se kam pas ishte një vajzë e para, e dyta. Dhe e bukur është që qesh Berisa dhe qeshin gjithë të shohin prapë. Kinezëri komplet. Kinezëri, total kinezëri. Mendo çfarë situate. Del për ditë në konferencë shtypi, thot të njëjtat gjëra. Dhe media është prapë. Madje ndonjëherë përgënjeshton atë që ka thënë një ditë më parë. Ju shet atë se çfarë duhet u shes për të nesërmen, nuk mendon as për të pas nesërmen. Po përdorni juni dhe sjellja në parlament që bëjnë sjellje pas një lloj projekti minimal politik. Dhe në fakt rezulton që personazhi mediatik, politik më i shfaqur është Sali Berisha, edhe më shumë se Edi Rama, sipas të dhënave zyrtare të AMA-s. Sqarimi është zgjidhja është fare e thjeshtë. Unë nuk mendoj që e bëjnë nga dashuria e madhe mediat kombëtare, ato të cilat ato të cilat përdorin peshën, që përdorin po themi frekuencat kombëtare, pasurinë kombëtare, e bëka nga dashuria e madhe apo nga ngjarja e madhe politike që po shfaq Sali Berisha. Jo, zero. S'ka ngjarje, zero ngjarje politike. Thjesht është një instruksion që ana e pushtetit këtyre mediave shpeshherë, po në rastet më dërmuese janë ekonomikisht të varura prej pushtetit, që të mbajnë, si themi nga ana tona, me furka Sali Berishën, si një dordolec politik, që tjetë aty, të ekzistoj aty, dhe në këtë mënyrë të tremb çfarë do lloj mundësie tjetër të shoqërisë shqiptare apo këtyre filizave të reja për të ngritur krye. T'jap një shembull se ma kujtuat ju në pyetjen që shif vetëm lëvizje po e quajmë lëvizjen që bën brenda PD-s Ervin Saliani. Aty kupton temperaturën reale se çfarë ndodh. Raportet e mia me të nuk s'kan qenë të mira. Për më tepër, njeriu duhet vlerësohet edhe nga gjestet politike. Në këtë pozicion ku është sot, ishte para 2 vitesh, kur ishte lufta e madhe. Ai zgjodhi të shkonte si shtar në atë kohë, shkonte si pas shumicës. Tani me të kuptoj unë, por i kthehet në ato pozicionet e mëparshme sepse kupton fare qartë. Po kjo është njëra gjë. Ajo se çfarë është e rëndësishme për të kuptuar është shihni sa nervoz është Sali Berisha. Nga një lëvizje, nga një njeri, se ai kupton, Sali Berisha kupton më mirë se kushdo tjetër që gjendja e status quo-s që ai dhe Rama do të mbajnë, në fakt ka një problem për të. Ata të cilët i shkojnë nga mbrapa, po doni ju dhe ata që dalin tek foltorja në çdo të hënë, në fundit janë njerëz të cilët janë të vobekt. Presin ata se mos ndoshta pushteti vjen dhe pushteti largohet gjithmonë më tepër, edhe durimi apo edhe luajaliteti i tyre ndaj Sali Berishës ka një kufi. Dhe mjafton dalja e Ervin Salianit për t'i dhënë sinjale Berishës që ti nuk je më njeriu që të mund të vijmë qorrazi mbas vetes. Pikërisht ky nervozitet tregon pikërisht këtë gjë. Sali Berisha sot mbahet në mënyrë artificiale prej Edi Ramës. Tua them një rast tjetër ta mbyll këtu. Edi Rama ka kërkuar në parlament 2 komisione të rëndësishme. Reforma zgjedhore, reforma territoriale. S'po them kushtetuesen se ajo është më vonë. Ka 83 mandate. Pse po kërkon gjasme që të jetë bashkë me Sali Berishën? Ç'është kjo hipokrizi? Me 83 mandate, madje me 86, se e bëri provën javën e kaluar, miratoi kodin penal. Pse e bën këtë? Për të treguar që është për bashkëpunim me opozitën? Ja. Thjesht dhe vetëm
për ta ruajtur Dordolecin Berisha në skenën politike shqiptare, sepse i garanton, me sa duket, i garanton qenjen gjithmonë fitues në IT. Kjo është pak po e sigurt. Midis Ramës dhe Berishës fiton gjithmonë Rama, me të gjitha mjetet e mundshme. Ndaj ka gjetur këtë lloj zgjidhje. Prandaj edhe mbështetet mediatikisht. Prandaj edhe mbështetet financiarisht Berisha. Prandaj edhe mbështetet dhe në institucione. Kjo është shenja sepse është mbyllur sistemi. Po atëherë, nëse duam ta rrëzojmë këtë Dordolec. Okej. Përse ata të ri që janë edhe në partinë, si kapët sa linjasin. Do më thonë me një arsyetim shumë logjik, ju thatë që ai e ndjen që mund të hiki nesër se s'ka më pesh, nuk fitoj më me këtë. Nuk shet më Sali Berisha, as shpresë nuk shet më. Tashi prap ka një grup të fuqishëm që i rrin aty. Dhe aty fatkeqësisht edhe ndjem të ri. Dhe unë për hir të konfidencës nuk po them, po 2-3 vetë që janë sot që ti ngjosh parlamenti, më kanë thënë që e keqja jonë është Sali Berisha. Pra, dhe ti di më mirë, biseda. Po, sigurisht. Tashi këta njerëz pse s'kan kurajon t'i largohen? Për atë vend deputeti që kanë, për përfitime që mund të kemë, se nuk e di çfarë përfitime s'kan, apo se janë brejnuosh mas Sali Berishës, se të shkosh sot një njeri me 2 parlament, që ka një kredibilitet për veten, ka një respekt për veten, nuk mund shkosh mas një njeriu që jo që nuk sjell asnjë gjë të re, po të kujton një kohë që duhet të mbyllësh syt që mos ta shohësh më. Domthon, ç'është ky, dhe këtë e kemi në gjithë politikën shqiptare, ç'është ky kjo hipokrizi me veten. Se fundja fundit unë mund të jem gabim, po atë që e them, se kështu e mendoj. Po hipokrit me veten në këtë situatë. Ka disa arsye, si quhet e liri, quhet e djem me vajza të reja, apo jo? Po. Se mbas kësaj djem me vajza të reja fshihen shumë gjëra, duket si një lloj simpatie apo një lloj shprese e vogël. Unë nuk jam me këtë të reja. Kanë karakter, s'kan karakter. Në politikë duhet të kesh karakter. Duhet të jesh i vërtet. Pra raportin me të vërtetën ti duhet ta ruash fort me çfarë do të kosto. Nuk do të thotë mund të jesh vajzë e re, ideali i ri dhe djali i mirë, por nuk ke profil për të qenë njeri politik. Pikërisht. Sepse ne mund të themi çfarë do për Berishën dhe për Ramën, por kanë karizëm. Këto do t'u njohim. Kanë profil politik. Këtë duhet t'ia njohim. Për këtë arsye nuk shoh një njeri që të ketë karizëm politik sa ai që ka karizëm politik, ai del vetë nuk pyet. Jo vetëm, dhe prandaj pyetja që ju e bëni është me të drejtë, po të futesh pak të shohësh historikun e gjithë secilëve. Të gjithë ata të cilët janë enturazhin e Sali Berishës tashmë, po themi grupi parlamentar, kryesia e me radhë, po në të shkuarën e tyre kanë pasur udhkryqje të mëdha politike për të bërë një zgjedhje. Një zgjedhje, po. Çfarë kanë zgjedhur? Kanë zgjedhur rrugën e vështirë, po të drejtë. Kanë zgjedhur rrugën e shkurtër, por për përfitime personale. Sepse do të është kompleksi inferioriteti që janë totalisht pa aftë për të bëjë gjë tjetër, sepse nga kjo buron topet e Berishës gjatë gjithë kohës. Kjo buron për sa kohë që kanë mungesë dinjiteti, po të kanë dhe mungesën për qenë dikushi jashtë ombrellës së Berishës, bëjnë zgjedhjen fare të thjeshtë. I lëpijen Berishës, apo këtej nga Ramës, edhe shkoj sa të shkoj. Dhe të shkoj sa të shkoj. Madje ata aty unë nuk shpresoj asgjë që të mund të ndodhë tek ai grup që është tek Partia Demokratike, me thënë të drejtën. Okej, një lëvizje të vogël e ka dhënë Saliani, po e këtu shoh dhe diçka tjetër. Edhe ai e ka lojën e vogël aty brenda PD-s, se loja e madhe do të ishte. Po, me ato çfarë thot, të paktën me çfarë thot, do duhet ishte një përballje frontale. Ti thot Sali Berishës, ty të ka mbaruar vaj kandidatit hik, se po e tret përfundimisht Partinë Demokratike. Shumë e vënd. Nuk e thot. Të gjithë që largohen, nuk ja thon Berishës. Vinë rreth Berishës, për të arë sa më afër Berishës. Po jo për të rrëzut keqe që e ban. Kjo pra e tradhon çfarë lloj lëvizje. Megjithatë, kjo është situata. Domethënë në Partinë Demokratike mos shpreso që të kesh aty ndonjërin i cili të dalë të thotë të vërtetën me çfarë do lloj kosto. Se s'është një kosto e madhe, me thënë të drejtën, se shumë ata që janë grup parlamentar do ishin në parlament. E çfarë pastaj? Pse soi Tori që s'keni parlament. Kështu që
lirin do duhet shkon për të bom politik, nuk shkon për të mori copë rrogë. I copë rrogë, apo jetojmë pa politik, pa pushtet, pa administrat, as kam qenë e herë në administrat publike. Dhe që ta mbyll të dhe kjo sjellje e këtyre gjasme të rinjve, fytyra simpatike, po pa bosht karakteri politik, në fakt po bën dëmin më të madh edhe për atë që quhet Partia Demokratike, edhe për shoqërinë. Sepse është oksigjeni që po i japin Sovjetrës që është në agoni. Është në agoni me kamaru edhe si mendim, çdo gjë ka një fund, çdo gjë ka një fund, e bukur do të jetë dhe do të ndodh në momenti kur për një arsye ose tjetër Sali Berisha apo Edi Rama këtej nga ana tjetër, të mos jenë, këta do të jenë të parët që do t'i vënë shkelin. Kjo është pak poesi. Historia banale dhe pa moralshme në prajse. Shkurtimisht dy pyetje. Si e pat diskutimin parlament lidhje me bordin e paqes, që nuk ishte diskutim, atë të dyja palët pa asnjë lloj diskutimi për të marrë, domethënë ta bëjmë, pse do ta bëjmë, pse do të jemi të kujdesshëm, po të dy kushvari flamurin amerikan, kur vetë 260 kongresmen, dhe kjo edhe për median, po ta them edhe për median, domethënë gjithë, ai kur vetë 260 kongresmen amerikanë janë shqetësuar, kanë kërkuar impeachment për Trumpin. Kur ish president si Clintoni thotë që nuk e ka menduar në jetën time që do të vijë një ditë që do të vehen në pikpyetje të drejtat themelore të amerikanëve. Kur vetë gjithë politika jashtë e Amerikës, për interesat e Amerikës janë shqetësuar brenda, këta bën një shot neveritshëm atë mendimin tim. Sepse nuk je pro-amerikan se thu se janë po këto, është po ky Berish, që ka qenë kundër çfarë ka thonë, kur i prekën dhe kujton se e ka hedhur në gjyq sekretarin e shtetit. Sekretarin e shtetit. E ka në gjyq apo jo? Dhe ky person kishte pruni dhe atë si vitën që do t'i hiqte non grade nuk i. Domthon jo burstetas jo, po edhe një njeri normal rru një dinjitet. Si e pat këtë në parlament dhe vizitën e Ramës në Izrael. Këtë lloj ndjesie e pata Ilir me thënë të drejtën. Këtë lloj ndjesie e pata e kuptoj historinë e Ramës. E kam një shpjegim se pse nxitoj. Rama në gjithë historinë e vet politike është gjithmonë ka dashur të tregojë që ka një marrëdhënie shumë të mirë, është protagonist, dhe ka një marrëdhënie me ndërkombëtarët i ka. Unë jam me atë që e ka pasur deri para ca kohësh. Lojtar politik në jashtë, është. Po pra, dakor. Dhe e kuptoj atë lëvizjen e vet që ta bëj shpejt, sepse aq kuptoj që kjo lëvizje e bordit të paqes kishte skepticizëm. Juve thatë me të drejtë ato çfarë i përshkruat. Mo flas për interesat amerikane. Pikërisht pra. Po shihni edhe në Europë, skepticizmi është i madh, shumë vende të cilat i kanë thënë jo, është numër i madh. Dhe kuptoj faktin që Rama do donte ta bënte shpejt për të treguar që jam dhe unë në mbështetje të kësaj, e marr vesh arsyen për situatë, sepse ka një situatë të brendshme problematike me drejtësinë. Ai mendon që duke gjetur një tangente deri në departament shtetit apo shtëpinë e bardhë të mund të përfitojë një indulgjencë këtej nga ana e drejtësisë. E kuptoj këtë. Nuk më çudit. Po kjo pjesa tjetër. E para e than vet. Nuk ka një marrëveshje të nënshkruar, dhe sot mos ka parë të nënshkruar nga dikush. Që është shkelje ligjore. Do thua se është pak, po është shkelje ligjore. E dyta, u bë shpejt. U bë as në 12 orë nga depozitimi. Dhe opozita këtë ka për qëndrim të vetin. Që kur ka shkelje ligjore dhe kushtetuese, ka një arsye të fortë për të thënë jo. Ta bëj të qartë. Në situatën do duhet ta bënte të qartë. Po. Un jam pro-amerikan. Nëse janë vërtet, po ata nuk janë vërtet, se unë ta thash pak më parë, ky njeri ka hedhur sekretarin e shtetit, çon si ka emri. Sekretari i shtetit ka hedhur në gjyq. Po kur janë shqetësuar 260 kongresmenë. E para, e dyta, ish president, think tanker në Amerikë. Pikërisht. Ato e duan dhe Amerikën, këto nuk e duan për vlerat e demokracisë, lirisë së shtetit. Ata e duan Amerikën për ta përdor, siç e kanë përdor me fotografi, për ta përdor brenda për ta. Eksakt. Që do të thotë
Se kishin dash Amerikën e kishin ndërtu ndryshe shtetin, nuk e kishin pru këtu e kanë. Doja Amerikën, pra, nëse do t'ishte, po themi një qëndrim i drejt pro-amerikan, do t'ishte e du Amerikën, po mbi gjitha dua kushtetutën time dhe shqiptarët e mi. E para. E dyta, jam pro një lëvizje që synon paqen. Por duke qenë se jam një vend i vogël në Europë dhe jam i rrethuar prej Europës, duhet të marr pak kohë të shoh edhe se si është raporti në Europë, që diferencat, uroj të mos jenë konflikte, midis Shteteve të Bashkuara dhe Europës, të mos jenë një mjet që të mund të godasin ne një vend i vogël që kursesis mund të jetë violinë e parë. Jemi në Karajibë, jemi në Ballkan. Në Ballkan jemi. Dhe kjo do të ishte një lëvizje, unë them, e mirë kuptuar edhe nga Shtetet e Bashkuara, po këta u nisën nga ideja se mos ndoshta po të votonin kundra, do t'i merrte me sy të keq, kaq të vegjël janë dhe pa dinjitet, dhe do t'i konsideronin si anti-amerikan. Pra, mendo cili është vetë vlerësimi që kam për veten, pa dinjitet, dhe normal, Rama, si cinik, që është në këtë rast, jo vetëm që mori votën, po dhe i telendisi. Dhe kjo ishte tregon fare qartë sa gjunaf dhe jemi ne si shqiptarë që kemi këtë lloj. Ja, po kjo është historia jonë. Grupi politik që është në parlament. Du babën ne kemi dhënë kjo është historia. E vërtetë është edhe kjo. Se ne duam të përneshësim shumë folklorizma, trimëria një tjetër dinjiteti, po historia gazzo krejt ndryshe. Shkurtimisht se jemi në fund. Vizita e Ramës në Izrael, si e shef? Dhe fjalimin e tij. Që është ngjarje, është ngjarje. Nuk e mohojmë fare. Duhet jem objektiv. Që raportet e këtij vendi të Shqipërisë me ebrejnë, sidomos gjatë luftës së dytë botërore, janë një gjë për të mburur nga kushdo nga ne, sepse nuk ishte vetëm publiku shqiptarët, po ishte edhe qeveria në atë kohë që mbajti një qëndrim ndryshe nga gjithë pjesa tjetër. Unë besoj është një gjë që do duhet dhe kontributin e madh për ruajtjen e hebrejve që mos kapeshin nga nazistët, dhe ne nuk e themi, po mburren këto sot, po faktikisht e kanë pas ato që ne quajmë kolaboracionistët. Xhafer Deva. I cili listën e tyre nuk ja dha nazistët. Ja pra. Kjo është ajo e keqja ajo në histori. Mungesa për të pasur një histori objektive. Objektive dhe transparente. Absolutisht po. Kjo është. Edhe për shumë gjëra të tjera. Edhe për arsye. Pra, ne oj bëjmë heroj, oj varrosim tokë. Nuk e marrim në kontekstin historik analizimin e një njeriu dhe ku ka vepruar edhe kur kush flasin këto sot që duhet që duhet flasin hiç në fakt, me të drejtën. Nëse kjo është, është një vizitë e cila vërtet do duhet kishte solemnitetin dhe respektin e duhur. Ajo çfarë unë dyshoj, me thënë të drejtën, dyshoj. S'dua ta kontaminoj si raport midis Shqipërisë dhe shtetit Izraelit, është fakti që ndoshta Rama në këtë situatën e sikletshme, por dorë të fjalë të sikletshme, ka dashur të kërkoj edhe një herë, të kërkoj një mundësi penetrimi për të shkrirë akujt që ka me departamentin e shtetit tashmë, dhe ndoshta për këtë kërkon edhe një lloj bashkëpunimi mendon që ka akuj me departamentin e shtetit? Unë do të thoya kundër të po nesër shkojnë në vizitë në Washington dhe në departamentin e shtetit. Sigurisht do përgjigjëstrohem unë nisem gjithmonë nga. E di pse nisem unë? Nga e shkuara e lirë. Sepse u bë kaq kohë, më fal, të them, dakor. U bë kaq kohë, një vit e ca, që nuk ka një zyrtar të rëndësishëm amerikan i cili të mund të jetë kontaktuar me zotin Rama në këtë rast, me kryeministrin i vendi antar të NATO-s. Për më tepër, në disa raste ka pasur edhe qëndrime të qarta për luftën e munguar kundër krimit organizuar dhe narkotrafikut. Tani këto janë fakte dhe këto tregojnë një farë mënyrë për një vend vogël, themun që tregojnë që ka një problem. Megjithse nuk është de facto zyrtare e shtetit, po sigurisht është vajza e presidentit. Si mendoni se vjen vajza e presidentit pa një konsultim me presidentin, ke një njeri që drejton narkotrafikun botëror si thot Berisha,
dhe këtu do të vi dhe ke fjala e Berishës në parlament, a mund bëhet shteti yt, se nuk është e vërtetë, unë mendoj që egzagerojmë pastaj kur ne kontrollojmë narkotrafikun e botës e njërin tjetrën. Dhe narkotrafiku në radhë parë është pikërisht ke fqinjet e Amerikës. Po, është e vërtet. Po, Unë nuk dhe thë që një e kontrollojmë, Po. por ama që rrymat me origjinë shqiptare, bandat me origjinë shqiptare, janë frekuentuese të rregullta të atij rajoni në Amerikën e Jugut, kjo është fakt tashmë. Ndoshta mund të ketë ca arsye të tjera kjo ftohje e madhe, them unë, e madhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me qeverinë e Ramës, ndoshta edhe për ca influencat pa përshtatshme ruso-kineze, por kjo është vetëm analizë, nuk di të them për momentin, Biles po themi prova dhe fakte të forta. Edhe Balluku më shumë u hap procesi, si me thonë, për influencën e ruso-kineze, ta themi të portin. Tani, kjo mund të jetë akoma dhe më e rëndë se sa argumenti i parë. Por fakti qëndron që ka një lloj ngrirje të raporteve. Megjithatë, mendoni se me këtë me këtë rrugë që po ndjek opozita me këto protesta, që i thot kombëtare, po në fakt aty tha me drejtë, ama jeni bosi lekë të vjetra, thoni 5.000, po janë 500. Po, do të kemi ndryshim qeveria kur ky ka numrat, ky ka pushtetin, ky kontrollon çdo gjë tash. Kjo opozit si do të vi, se të rrugët për të ardhur me numra, me deflektit të një pjesë parlamentare socialiste që nuk ndodhe, ka konsolidume, me presion të ndërkombëtar që nuk është ai presion ndërkombëtar. Po s'ka zero. Dhe me paralizim të gjithë vendit me protesta kombëtare që nuk janë as ato. Asnjëra prej tyre nuk është. Atëherë, përse kjo këmbgulje, se kur këmbgul me të njëjtin gabim disa herë, po do të thotë që je budall. Po aty afër. Kjo opozit tash. Çfarë do të gazoj veten çdo ditë që bëhet budallë pse unë e thash në fillim dhe jam i bindur tashmë që kjo opozit ka hequr dorë nga qasja se mund të vinë ndonjëherë në të ardhmen e largët në qeverisje. Për më tepër unë kam një opinion tjetër. Kjo opozit, kjo pjesë e opozitës, kjo parti quhet Partia Demokratike, tretet bashkë me Sali Berishën. Ky është fundi final. Ja sa, jam i qartë te kjo pjesë, nuk kam edhe keqardhje te kjo pjesë, për kontributin që kanë pasur, nuk u shkëput dot. Ajo nuk u shkëput dot nga fati politik i Sali Berishës. Iku kjo. Ama, thënë kjo, dhe s'ka as për të ardhur, i thash, as në të ardhmen e largët, dhe tregojnë dhe vetë ata, ndjejnë brenda vetës. Por thënë kjo nuk do të thotë që do të jetë një mbretërim pafund i Edi Ramës. Ja, po ju them unë, si mund të ndodhë? Mase nuk ndodh, dhe s'ka për të ndodhur me numra, me çështje numra. 83 mandate që ka Edi Rama, dalin e mjaftojnë, por ama, nëse për shkak të efektit të drejtësisë, ai, njerëzit rreth tij, në një moment, vjen në një proces penal, në një procedim penal, i cili të heq nga ambienti, nga mejdani politik, ja ku ndodh në një farë mënyre largimi i një qeverie, ndoshta Partia Socialiste ka aq numra sa mund të bëjë një qeveri tjetër pa Edi Ramën. Edhe kjo është një alternativë. Kështu që rrugët janë të pafundme, thash, ajo se unë besoj dhe analizoj se mund ndodh, është që jemi në fund të një modeli qeverisjeje, jo të një individi, jo të vetëm të Edi Ramës. Modeli të Edi Ramës, po modeli Edi Ramës është modeli Sali Berishës. Kështu që largimi atyre do të jetë largimi i të dyve. Megjithatë Engelet ka shumë vende sot që vazhdojnë akoma në botë, që vazhdojnë ciklet të tilla në mënyrë permanente. Dhe kemi Amerikën Latine. Po, dakor. Po, atje edhe mund të ketë, po pse shkojmë aq larg? Për shembull, në Kroaci në një farë mënyrë ndodhi e njëjta gjë në 2003. Në Serbi jo. Në Serbi jo. Po në Romani po. Në Romani po. Po. Prap. Elem, të themi, ky nuk është një eksperiment që nuk është parë më parë. Po themi,
deri diku ishte e njëjta gjë që ndodhi edhe në Itali në 92-shin. Okej, do të thuash ti se çerdhi më vonë. Po, dakord, por ama efekti, impakti që drejtësia i jep në ambientin politik, ta pranojmë, ka pasoja të ndryshimeve politike. Por duke pas parasysh dhe krizën botërore sot, Po, të sistemit vetë, krizën botërore dhe të drejtësisë po deshet, dhe të korrupsionit sot, dhe të rënjes se rënjes jo vetëm besimit, po fakti për shumë bordi paqes. Çfarë po bën po zëvendëson OKB? Është thjesht ajo se këto jemi në një trazirë që vetë e gjithë bota sot është e vërtet, është një lëvizje, është një lëvizje që nuk po dihet dhe në këto situata nuk do kujdeset kush këtu. Rëndësi ka mos të prishin interesat e vetë. Okej, unë kam një opinion paksa më ndryshe, jam plotësisht dakord me gjithë përshkrimin që juve bët, është eksaktësisht kështu, po ndryshon rendi botëror, pra dhe hierarkia. Po, edhe hierarkia po ndryshon. Edhe pozicioni dhe hapësira që kanë Shtetet Bashkuara krahasuar me tjerë. Po kemi një kthim ke politika e forcës, jo më e drejtave. E ka bërë qartë ai. Paqe nëpërmjet forcës. Besoj që kjo është e sinqertë. Po kjo ka ndodhur në luftën e dytë. Okej. Por ama ajo se çfarë unë shoh tashmë, për aq sa përket si vend i vogël, kuptoj fare mirë që ky vend, ky rajon, po them vetëm Shqipëria, po gjithë shqiptaria në këtë rajon, duket që kanë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pa dyshim derisa kanë vu kamët këtu? Jo vetëm aq, por me sa duket në këtë ridizenjimin e hartës globale, tashmë jemi të qartë që jemi në perëndim. Jo si diku. Ky është fati, dhe kësaj do duhet i bëjmë shërbimin. Duhet ta luajmë këtë, se edhe mund ta humbësh. Dhe mund ta humbësh. Sigurisht, mund ta humbësh edhe pse. E ke humbë 45. E humbe. Dhe ndërkohë që e kemi sot këtë moment, sigurisht të kujdesëm dhe për të ditur se çfarë kërkon ajo pjesë. Me sa duket, ju thash edhe një herë që ta mbyll, ajo kërkon të jetë një vend i qetë, të mos jetë një tokë pjellore që nxjerr gjithmonë autokrat të vegjël, të mbështetur te korrupsioni, te krimi, te abuzimi me shtetin, po për aq dimension sa kemi një lloj demokracie të qetë, sepse pjesën tjetër kam përshtypjen na ka dhënë Zoti, vendi ku jemi qoftë për geopolitik, po qoftë edhe për natyrë. Kaq do mjaftonte dhe unë besoj kaq kërkojnë dhe ata prej nesh. Të rregullimi çik trut e kokës. Sigurisht, pas gjithë këtyre ngjarjeve do duhet të reflektuar edhe nga ana e shoqërisë shqiptare. Shumë faleminderit. Faleminderit për mundësinë.